Mirëmbrëma të dashur shikues, mirë se po takojmë edhe sonte si çdo të diel në emisionin Shneta, i cili realizohet në bashkëpunim me Spitalin Amerikan. Sonte intervistën nuk do të realizojmë në studio, por do të ndjekim një material të realizuar në Spitalin Amerikan 1 me kirurgun vaskular Elmi Olluri, i cili do të na flasë më shumë rreth shputës diabetike. Ndjekim materialin. Shputa diabetike konsiderohet një nga komplikacionet më serioze të diabetit. Doktori Elmi Olluri, kirurg vaskular në Spitalin Amerikan 1, bën të ditur se kur pacienti ka diabet për një kohë të gjatë dhe nuk përkujdeset për pastërtinë e këmbës, vjen edhe deri tek infeksioni. Shputa diabetike është komplikacioni përfundimtar të diabetikët ose të diabeti. Çka kuptojmë me shputë diabetike? Me shputë diabetike kuptojmë kur pacienti ka diabet për një kohë gjatë, zakonisht 10 vjetë, 10 vite ka me diabet dhe nuk kujdeset për pastërtinë e këmbës, nuk kujdeset për ato ragadat, ato ulçerat që janë shputë dhe mandej vjen deri te infeksioni. Kur futet infeksioni në shputë, atëherë probleme shërimi. Tash angiopatia është kur dëmtimi i anëve të gjakut për shkak diabetit, ndërsa neuropatia është dëmtimi i nervave për shkak diabetit. Këto dyja të kombinohen të diabeti dhe quhet angioneuropatia. Simptomi i parë të shputa diabetike është mpirja e ekstremitete, mpirja gishtrinjeve, të thera në formë gjilpërav, ftohja e këmbës, mandej kemi dhimbje gjatësisë apo klaudikacione. Këto janë ato simptomat e para të cilat tregojnë që po zhvillohet një shputë diabetike. Doktori thot se në disa vende shputa diabetike konsiderohet si epidemi për shkak të përhapjes së madhe. Tash përhapja e shputës diabetike është aq e madhe sa në disa vende, tash edhe në Kosovë konsiderohet edhe si epidemi e atij vendi, atij shteti, sepse 25 deri në 35% të pacientëve që kanë diabet kanë me zhvillu gjatë jetës së tyre, gjatë asaj periudhe që i ka marrë me diabet, kanë me zhvillu shputë diabetike. Sot në botë, në çdo 20 sekonda amputohet një pjesë e ekstremiteti, duke filluar prej gishtrinjeve, shputës dhe këmbës për shkak të shputës diabetike. Doktor Olluri tregon se kur një pacient me diabet duhet të paraqitet tek kirurgu vaskular për shkak të shputës diabetike. Një pacient me diabet duhet paraqitet tek kirurgu vaskular atëherë kur ka mpirje theksuara, kur ka ftohje të ekstremitetit apo të shputës, kur ka klaudikacione, kur ecë pacienti dhe nuk mund të kalojë më shumë se 10-15 ose edhe 50 metra, që janë ato më ekstremet, dhe ka pirje, ka therrje në formë gjilpërav, po ka edhe ftofje të ekstremitetit. Atëherë duhet t'i drejtohet kirurgut vaskular që mos të vijë deri te shkatrimi i plot i sistemit vaskular në aspektin angioneuropatik. Sipas doktor Ollurit, dëmtimi i enëve të gjakut lidhet drejt për drejt me mosshërimin e plagëve për shkak të furnizimit të pamjaftueshëm me gjak dhe oksigjen. Enët e gjakut janë alfa dhe omega e çdo pjesë e trupit e veçanërisht e shputa diabetike. Nëse pacienti nuk është kujdes për nivelin e glikemisë në trupin e gjakun e tij gjatë kësaj periudhe që ka pas diabet, atëherë vjen deri te krijimi i pllakave ateromatike që quhet aterosklerozë, e me krijimin e pllakave ateromatike vjen deri te ngushtimi i anëve të gjakut dhe mbyllja e tyre, sidomos anët e gjakut që janë nën gjumë ose arteret krorale që janë përgjegjëse kryesore për zhvillimin apo mos zhvillimin e një shpute diabetike. Doktor Olluri tregon se cilat janë egzaminimet diagnostikuese për të vlerësuar qarkullimin e gjakut në gjymtyrët e poshtme. Për me vlerësu një shputë diabetike apo me diagnostiku një shputë diabetike, duhet pacienti, anamneza pacientit që doktori merr,
inspeksioni, ekzaminimet klinike, mandej nëse eksperti konstaton që është zhvilluar një shputë ose do të zhvillohet një shputë diabetike, sepse eksperti e konstaton angioneropatinë, e konstaton mungesën e pulsacioneve, konstaton ato mpirje të cilat ka raste kur ai që ka diabet nuk e ndëgjon, nuk e njeh këmbën e vet shputën fare për shkak që hupin ato receptorë, sensacionet e dhimbjes, të prekjes e kështu me radhë. Dhe nëse eksperti konstaton që një qarkullim mungon, atëherë gjëja e parë që duhet bërë është ehodopleri për me vlerësu qarkullimin, shpejtësinë, sa sasi e gjakut po vjen në ekstremitetin e poshtëm. Nëse eksperti ose kirurgu vaskular konstaton që sasia e gjakut është minimale, me një shpejtësi minimale, ose ne i themi rrjedhë monofazike, por mund ndodhë që nuk ka rrjedhë fare krurale, atëherë ai ban një angioCT dhe me angioCT e konstaton vendin ku ka mbyllje të anës së gjakut, e konstaton vendin ku ka ngushtim dhe mandej bëhet një revaskularizim i ekstremitetit në forma ndryshme duke filluar prej ballon dilatimit, stentimit, bypasset të ndryshme, që t'i krijoj mundësi atij ekstremiteti të mbjetoj, të largohen klaudikacionet dhe mandej këta pacientë edhe nëse lëndohen, edhe nëse krijohen ulçera, shërimi i tyre është më i shpejtë për shkak se ka sasi gjakut bollshëm. Po kur duhet vi te kirurgu vaskular një pacient me shputë diabetike, duhet vi atëherë kur ka konstatuar që ka një ulçer apo një ragad apo një plag në shputë, ose ka gjatë prerjes së thonjeve ka lënduar lëkurën, atëherë paraqitja e një plagë në shputë të diabetit duhet gjithsesi, nëse nuk shërohet për disa ditë, duhet të drejtohet ekspertit, sepse atëherë zhvillohet shputa diabetike që kemi ndryshimin e gishtrinëve në ngjyrë, marrin ngjyrën blu, një skuqe mandej blu, dhe atëherë veç ka filluar një gangrenë diabetike në ekstremitetin, në gishtin e shputës, kështu që ata pacienta duhet urgjent të lajmërohen te kirurgu vaskular, mos tentojnë të bëjnë shërime ndryshme siç ndodhen në Kosovë, jo me barna popullore, sepse ata rrezikojnë, jo që rrezikojnë gishtin, mirë po rrezikojnë edhe shputën, edhe rrezikojnë ekstremitetin në përgjithësi, nëse nuk mirret eksperti me atë ekstremitet, atëherë jeta atyre rrezikohet për shkak zhvillimit sepsës, sepse intoksikohet organizmi, vjen deri te ata njerëz kanë nefropati, vjen deri te rritja vlerat kreatininës ures, kështu që përfundojnë me vdekje. Doktor Olluri thot se amputimi mund të shmanget në shumë raste përmes diagnostikimit të hershëm dhe trajtimeve moderne. Një nga këto trajtime është edhe pompa me vakum. Amputimi mund të shmanget të shtetet që kanë zhvilluar të mjekësinë, niveli amputimit dhe shpejtësia amputimit është ulëdukshëm, sepse ata pacient drejtohen te kirurgu vaskular, drejtohen me kohë. Edhe ato ekzaminimet vaskulare që duhet bën pa i ndodhur shputa diabetike, kur kemi klaudikacione, kur kemi mungesë që i theksova më herët, dhe në momentin kur ata kanë lëndime ndryshme apo zhvillimin ndonjë ragade, ndonjë porte hyrëse, sepse lëkura si lëkurë është një organ i organizmit, të mbron organizmin prej agentëve të huaj. Nëse cënohet lëkura, domethënë integriteti i lëkurës cënohet, forma ndryshme, atëherë mundësia ju hapet rrugë hyrjes së mikroorganizmave, bakterjeve dhe te shputa diabetike ato nuk shërohen. Pse nuk shërohen? Sepse mikroçarkullimi që është te shputa diabetike praktikisht është i mbyllur ose nuk ekziston fare. Mund ndodhë që magjistralet, arteret e mëdha në gjunjit të jenë të hapura, gjakut të kalon, që thonë kadera, mirë po mikroçarkullimi është i mbyllur dhe nuk mund të depërtohet antibiotikut që mirret për atë plagë, nuk mund me shku nuk ka mundësi të shkojë deri te vendi ku zhvillohet lufta me atë mikrob që ka një. Dhe për ata, shërimi i plagëve të shputa diabetike është tepër i vështirë, pikërisht për shkak mos qarkullimit të
mikroqarkullimit që të ata personat të diabetet nuk ekziston. Beli thonë në literaturë që qaq hub ndjesia e lkurës edhe dhimbjes, ndjesia shputës, që pacientë me shputë diabetike, edhe në qoftë se kanë futur shputën në zjarr, ata nuk e largojnë, vetëm kur e largojnë atëherë vetëm kur e ndëgjojnë aromen që po ndeze diçka nga trupi i tij, sepse nuk kanë dhimbje. Për shkak neuropatisë, për shkak se indi i parë dhe më i ndihshëm në organizëm është indi nervor, është end që nuk regenerohet. Dhe shputa diabetike e shkatëron, apo diabeti i pa kontrolluar e shkatëron pikërisht fijet nervore të që janë përgjegjëse për këto senzacione. Domethënë dhimbje, prekje e kështu me radhë. Trajtimi i shputës diabetike përpara shekullin e kaluar, por edhe në këtë shekull është trajtuar në mënyrë klasike. Është bën një amputim, është larguar ajo pjesa gangrenoze, mirë po plagët operative nuk janë mbyllur. Tani në botë, por edhe te ne ekziston pompa ose vakum pompa që ka tipe ndryshme dhe në qoftë se pacienti ka gjak të bollshëm, ka revaskularizim ose njerë është kry bypassi, urxhimi, ballondilatimi e tjera, gjithë ato procedurat që kanë çu qarkullimin atje janë të përfunduar, atëherë momentin kur largohet pjesa nekrotike apo gangrena, përpara nuk është vendos pompa. Tani vendoset vakum pompa, e cila ka 3 funksione. E rrit qarkullimin e gjakut, i largon sekrecionet prej plagës dhe e stimulon granulacionin. Çka është granulacioni? Janë ato indet e reja që dalin për me mbyll plagën. Dhe me përdorimin e kësaj pompës, vakum pompës, ka ra numri i madh që ka qenë, domethënë amputime, nuk është sepse shërimi bashkëkohor i një shpute diabetike sot nuk mendohet pa një pompë, një vakum pompë e cila është një nga këto, dhe këto kanë bërë revolucion sot në shërimin e shputës diabetike për shkak që aty në 3 funksionet që i ka. Sipas doktor Ollurit, ndërhyrja në kohë dhe qasja multidisiplinare vlerësohen si faktor kyç për suksesin e trajtimit. Bashkëpunimi interdisiplinar të shputa diabetike ka rëndësinë e vetë, sepse nuk mendohet që një pacient me diabet nuk mendohet që mund trajtohet si duhet nëse s'kemi bashkëpunim me endokrinologun. Mandej kirurgu vaskular dihet mirë, po duhet edhe kardiologu që tash edhe sistemin arterial të zemrës, sepse sistemi arterial është një tëndësi dhe kur ka pllakat reumatike në arteret krurale, atëherë ato 75% ndodhen edhe në arteret koronare. 30 deri në 40% ndodhen edhe në arteret karotide, të cilat janë vitale për një person. Kështu që njeriu me diabet që se ka mirëmbajt diabetin, se nuk zhvillohet kjo të gjithë ata që kanë diabet. Zhvillohen të ata që niveli i glikemisë ose për 3 mujorshi është mbi 7. Nëse kalohet mbi 7, domethënë ata persona që kanë në gjakun e tyre nivelin e glikemisë në gjak që kalon 700, atëherë ato janë të rrezikuar për zhvillimin e aterosklerozës dhe këtyre problemeve tjera sekundare. Ndërsa pacientë që kanë diabet, mirë po që përkujdesen për nivelin e glikemisë, dhe ai niveli i glikemisë nuk kalon 5.7 dhe nuk është mirë 7 që nuk guxon me kalu, atëherë sistemi arterial nuk atakohet prej aterosklerozës, duke gjithmonë duhet tensionit të jetë normal. Sepse shkaktari kryesor i zhvillimit një ateroskleroze është tensioni i lartë i gjakut, ai e çon intimen, sepse intima si intim me integritetin e saj, asnjëherë nuk mund të ngjitet, të kapet diçka, të aderojnë derisa nuk është bë çarja intimes. Intima është endoteli ose pjesa e brendshme e arterit. Tensioni i gjakut është ai që bën çarjen e intimes, mandej shkojnë elementet e gjakut, trombocitët të parat,
krijon bërthamen e një pllakat aromatike dhe momentin kur krijohet pllakat aromatike shkojnë ato janë shumë tërheqëse, shkojnë në ndyrnat sheqeri dhe me ato trupat ketonik që i quajmë ne dhe formohet një pllakë. Mandej nëse është formu pllaka, edhe pacienti nuk kujdeset për nivelin e ndyrës, për nivelin e sheqerit, për tensionin, mandej e pllakë shkon duke u rritur në mënyrë progresive. Dhe për një moment e mbyll lumenin e arterjes, kështu që ajo arterie mbyllet, krijohet, vjen të kjo shputa diabetike, e cila nëse zhvillohet, ju shpjegohet që është katastrofale. Doktor Olluri bën të ditur se pacientëve me diabet u rekomandohet kontroll i përditshëm i këmbëve dhe higjienë e rregullt. Ai apelon që pacientët të paraqiten me kohë te mjeku, të kenë kujdes me temperaturën e ujit dhe të shmangin ecjen zbathur. Një pacient që ka diabet, asnjëherë nuk duhet as ngritet, as çohet nga gjumi pa njëherë shputën. Me majtë higjienën, me pa lëkurën si është e tharë lëkura, asnjëherë nuk duhet të vendoset diçka mes gishtrinëve, që shoh disa pacientë, se vetëm vendosja e një gazi mes gishtrinëve krijon një komprimim të anëve të gjakut edhe ashtu të cilat kanë qenë të ngushtuara dhe zhvillohet një gangrenë. Po as mos të përdoren asnjë pomadë, asnjë lyrje brenda gishtrinëve. Duhet lyhet sipërfaqja e lëkurës duhet të jetë çdo herë e langshme, jo thotë sepse lëkura thotë jep mundësi me pas ragade, me pas ulçera, edhe momentin kur hapet, prishet integriteti i lëkurës, atëherë mikroorganizmat atakojnë. Ata pacient që ka fillu, ka vret një ragad, një ulçer, një qarje, një plag, do t'i drejtohen kirurgët vaskular që mos të vijë deri te zhvillimi i gangrenës, nekrozës, shputës diabetike, e cila është katastrofale për shëndetin e pacientit. Pacienti do të paraqiten me kohë. Do çdo herë ujin që e përdorin për pastrimin e shputës, kamës, do çdo herë ta provojnë me dur, sepse durët i kanë trujtur receptorët. Ndërsa këmbë shputa jo dhe ata që futen në banjo dhe qesin ujë drejt për drejti shputës, ai mund me pas temperaturën 70 gradë dhe automatikisht e lënë pa lëkurë. Ose njerëz që shkojnë në pushime, ata kurse si nuk guxojnë të ecin në deti zbathur. Ose edhe pa qenë pushime që edhe këtu ku jetojnë, sepse ecja tyre zbathur i le mundësin ose në shkaktari kryesor i lëndimit të lëkurës të shputës, të cilën nuk e vren pacienti, sepse s'ka dhimbje. Kam raste kur ka ardhur pacienti, ka punu disa orë në kopsht, i ka marrë disa të mathura jo komode, edhe kur i ka datë ato, ju ka largu me gjithë lëkurë. Ose në deti, pushime domosdoshmëre, ka ecë në përër të tepër ngrohtë, ai nuk e ka vrejtë që është ngrohtë, nuk i kanë në fjalë si kanë ndjek këmbët, edhe kur i ka pat në si të ndur sheqeri. Në realitet ai i ka djeg. Kështu që ata persona që kanë diabet kurse si nuk guxojnë me ecë zbathur, nuk guxojnë me pastru shputat me ujë të ngrohtë dhe momentin që shohin një plag duhet t'i lajmërohen ekspertit. Kujdesi i vazhdueshëm dhe reagimi në kohë mbetën thelbësor për parandalimin e komplikimeve nga shputa diabetike. Të dashur shikues, ndaj që materialin të realizuar në Spitali Amerikan 1 bashkë me kirurgun vaskular Elmi Olluri, cili na foli më shumë rreth shputës diabetike, simptomat dhe trajtimin e saj. Unë ju falenderoj që na ndoqët këtë material të plotë, e gjeni edhe në kanalin zyrtar të 7 në YouTube. Ne takohemi sërish të dielën e ardhshme nga ora 20:15. Deri atëherë, paqë shnetën. Ky emision mundësohet nga Spitali Amerikan.